pyetja është interesante, normalisht cilat janë 3 bizneset me marzhin më të lartë të dështimit. Në 25 vjet eksperiencë kam arritur konkluzionin që në këto 3 kategori biznesit është shumë e vështirë të hysh dhe të kesh sukses. Së treti, biznesi retail, po flas për ato dyqanet e vogla të prindërve që zakonisht kanë veshje, kpucë etj. Janë 10, 20, 40 metra katror, 50 metra katror dhe bazohen mbi qarkullimin e avashт. Së pari herë është e vështirë sepse kompanitë e mëdha të veshjeve, të ushqimit etj. Duke patur më tepër hapësira, kanë kosto më të vogël operative dhe dalin shpesh me çmime më të lira, më ekonomike se sa dyqanet e vogla familjare. Vështirësia është sepse ti duhet të investosh normalisht për qiran, zakonisht një qira garancie, rafte, ndriçimin, produktet etj. Dhe shpenzimet operative janë shumë të mëdha. 80% e këtyre bizneseve falimentojnë brenda 5 viteve të para dhe 94% e tyre nuk shkojnë më shumë se 10 vjet. Pra vetëm 4% e tyre ja dalin që t'jenë biznese të qëndrueshme. 2. Patjetër që ndoshta ju ka shkuar mendja që së dyti duhet të jenë restorantet. Është një biznes shumë i vështirë, pjesa e restoranteve, dhe nëse ju vendosni të hyni në këtë fushë, patjetër që duhet dhe mirë është që të keni një eksperiencë në këtë fushë. Pse? Sepse së pari do investoni për kuzhinën, për arredimin e restorantit, për menun, dhe duhet keni patjetër një menu të veçantë apo diçka të veçantë. Çfarë ju bën? Një ditë isha tek një fast food dhe pyeta cila është gjëja juaj më e veçantë të cilën mund të ha. Dhe shpreha e tij ishte të gjitha. Kjo është shpreha më e gabuar sepse çdo restoran duhet ketë një atë që quhet signature plate, pra pjata e veçantë që nuk e gjen në restorante apo fast food të tjera. Normalisht sipërmarrësit shpenzojnë gjithë këtë kosto në rregullimin e ambientit dhe krijimin e biznesit, po krijimi nuk është asgjë nëse ai nuk vazhdon dhe të funksionojë si biznes normal. Që të vazhdoj të funksionojë një biznes normal, patjetër duhet të ketë gjën më të rëndësishme të cilën do doja t'ju thoja. Marketingun. Pra ju duhet llogarisni që atë sa është vlera një qiraje, ju duhet ta keni edhe për marketing në mënyrë që ta marrni në mënyrë të vazhdueshme emrin e fast foodit dhe restorantit tuaj në vëmendjen e njerëzve. Dhe duke harruar këtë pjesë, patjetër kjo ndikon edhe negativisht në mirëmbajtjen e brandit apo të kompanisë. Ndërkohë, biznesi që unë e konsideroj më të rrezikshëm dhe më të vështirë për të bërë janë klubet dhe pubet, pasi bazohen mbi trendin, mbi momentin. Përveç parave të mëdha që duhet për të hedhur për të bërë fonin, komplet arredimin, kamarier, banakier, DJ etj. Patjetër duhet një fond jashtëzakonisht shumë i madh me marketingun. Ne kemi parë për vite me radhë, gjatë 20 vjetëve të fundit, 10 klube dhe pube që janë ngritur në maj dhe brenda 2-3 viteve kanë rënë, nuk kemi dëgjuar më emrin, kanë ndryshuar pronarët apo kanë ndryshuar edhe emrin dhe arredimin dhe nuk ekzistojnë më. Në 20 vite, pubet dhe klubet që i kanë rezistuar kohës janë shumë pak, 2, 3, 4, 5. Pjesa tjetër janë zhdukur sepse bazohen mbi një moment, vetëm një incident juve mund t'ju shkatroj gjithë punën e ngritur, gjithë investimin në këngëtar, në DJ etj. Që keni bërë për atë lokal, mund t'ju shkatrohet vetëm nga një incident që mund të ketë ndodhur tek dera apo brenda klubit tuaj. Kështu që këto ishin 3 bizneset kryesore me marzhin më të lartë të dështimit sipas mendimit tim, patjetër që ka edhe 3 biznese të cilat nuk kanë aq rrezik dhe kanë marzh më të lartë sigurie, të cilat do i diskutojmë në intervistën e radhës.